këtij momentumi që krejt që ka punë ngarkohet jeta e qytetarit, portofolja e qytetarit, por të konsumojnë. Pra tani kur flasim, bazdanov që sillen diku mbi 75% portofolja e qytetarit është i koncentruar në shportin e konsumit. Kjo tregon që këto hyra, këto paga janë të varfra në raport me çmimet e shportit së konsumit. Dhe trendi i importit ka rritje, jo rënje. Dhe në momentin që ka rritje, ne jemi këtë gjendje që ky qytetar po e vun zi të ullirit si rezultat që nuk kemi politika të mirëfillta. Për fat jo të mirë, Kosova nuk arriti që të krijon prodhim vendor, dhe për fat jo të mirë pra po mbi popullohet për importit. Dhe në momentin që ki importin e lartë, detyrimisht ta dikton çmimin në nivel rajonal, apo më gjën varet se ka furnizohesh. Dhe për fat jo të mirë, ndoshta këto prodhime në origjinë ku janë çmime të arsyeshme, por do të rrugën që bajnë transportin, besa dhe doganimit gjitha ato krijohet rritet kosta dhe tash edhe para ne aktit kryen që ti si një importues i madh në të kuptimin se mbi 85% për fat jo të mirë ne po kemi import. Dhe në momentin që ki këtë import lartë, detyrimisht ta dikton çmimin që ne jena para këtij momentumi që krejt që ka punë ngarkohet jeta e qytetarit, portofolja e qytetarit, dhe qeverit shkojnë i vinë njëra mbas tjetrës, akuzojnë kur janë në opozit, kur vinë në pozit, shfaqsohen, arsyetohen, por qytetari po e vun në fakt duke u ngarkuar shporta e konsumit. Pra tani kur flasim, bazdanov që sillen diku mbi 75% portofolja e qytetarit është i koncentruar në shportin e konsumit. Kjo tregon që këto hyra, këto paga janë të varfra në raport me çmimet e shportit së konsumit. Kur flas te pjesa e shportit së konsumit, ne si ekonomistë arrisëm shqetësimin deri te pjesa ku është tamam shporti e konsumit. Po janë disa produkte që janë produkte bujqësore apo diçka, por që nuk hynë në pjesën e shportit së konsumit, por ndoshta mund me shku deri tek pjesa e luksit. Këtu do të ta bëjmë një dallim, sepse ka disa produkte që janë të shtrejta dhe nuk janë në sezonën e vet dhe kanë çmime në fakt astronomike, për aty nuk më vjen keq nëse dikush blen sepse ai diçka don, në fakt tash janë diçka më herët, që mos hyjnë në këtë pjesën shëndetësore sa kanë vlerë ushqyese, atë nuk mund ta di, por kur flas si ekonomist, këtë pjesë nuk kem çfarë t'i bëjmë askujt nëse dikush blen diçka ekstra, por kur flasim vetëm tek pjesa e shportit së konsumit, qeveritë tona nuk arritën që ne të krijojmë prodhim vendor që vlerësojnë një sasi të madhe e kishë mbuluar brenda vitit, kur flasim edhe tek perimet, tek frutat, edhe tek prodhimet e blegturisë, që me një farë mënyrë sadopak me amortizu importin, që me mbush tregun me prodhime vendore, por për fat jo të mirë, thash edhe gjatë bisedës që qeveritë tona din shfaqsohen, din krekosen, din të arsyetohen, por në ekonomi është një fakt. Në momentin që ta mbi popullon importi, eksportin dhe prodhimin vendor, kjo tregon që ti politikat i ke pas të dështuara, sepse ndoshta ti ke punu, ndoshta ke shpenzu ka dhe subvencione, por nuk ja ke qëllu në ato politika që me ndryshu kë raport, që për fat jo të mirë, deri me ta ne kem këtë stat dhe trendi i importit ka rritje, jo rënje. Dhe në momentin që ka rritje, ne jemi këtë gjendje që ky qytetar po e vun zi të ullirit si rezultat që nuk kemi politika të mirëfillta. Aq më shumë në këtë kohë kur flas që nuk kemi institucione, pra do të thotë nuk dihet se si është të funksionu tash edhe shteti dhe spekulantët ekonomik, kësi lloje gjendje është teren për ta, është tërat për ta që ata në fakt në mungesë të aparatit shtetëror, mekanizmit shtetëror, ata në fakt i rrisin çmimet, bën si lloj kartelat fshehta, i rrisin çmimet në nivel të tregut, përgjithësisht sepse sot gjitha qendrat tregtare i ki pothuajse çmimet e njëjta, derivatet i ki pothuajse çmimet e njëjta dhe produktet i ki kudo, kështu që kjo tregon
i ka nëncat e kartelave, i këtyne farë që quhen kartelat e fshetat pa kontratë, sepse nuk guxojnë, por që për fat ju të mirë funksionojnë shumë dhe e kemë këtë gjendje që çdo kun në treg i ki të njëjtat çmime, sepse në ekonomi tregut, po flas me ato siç jemi eduku, nuk ka mundësi që të gjithë bizneset, gjithë qendrat tregtare ta kenë të njëjtin çmim për një produkt, sepse dikush e ka një punëtor më të lirë, e ka një qiram më të lirë, dikush e ka ndoshta një kosto më të madhe që ja dikton çmimin final produktit. Por që këtu si duket ka, do thot, marrëveshje të fshehta që ato me një mënyrë mos më djeg si biznese, dhe kush mu ngarku, thjesht mu ngarku thjesht konsumatori dhe qytetari i Republikës së Kosovës.